Ky Shën Valentin është për zemrat e mia. Ky Shën Valentin është për ato që e duan, e adhurojnë dashurinë. Shën Valentini është një mit i vjetër dhe në Netarua sot do të bëj një parashikim veç për Shën Valentinin. Uroj që të jeni pak a shumë të qetë kur ta dëgjoni, të merrni frymë thellë dhe të mendoni që ky Shën Valentin do jetë pozitiv për ju. Tani do thuash që Natara, por ne që jemi single, dhe ju që jeni single, të përqafoni veten, të përqafoni një shoqen tuaj, nënën tuaj, motrën tuaj, fëmijët tuaj. Shën Valentini për ne është i tregojmë tjetrit dashuri, të kapim nga dora dikë dhe t'i themi që ne jemi këtu. Shën Valentini nuk është për dhurata, por është prania juaj që jeni aty për atë person. Uroj që ju ta kuptoni këtë gjë se çfarë dua të them. Gjithsesi, unë do t'i analizoj disa letra dhe titulli i ditës së sotme, çfarë do sjellë ky Shën Valentin. Vazhdoj me parashikimin e letrave. Këtu kemi momentin, ose në shumicën e rasteve, kjo letër na tregon rindërtimin dhe rilindjen, por gjithashtu në tregon që disa nga ju këtë moment janë duke i dhënë vetes së tyre një zgjim shpirtëror drejt faljes dhe lirimit nga e shkuara, ose më saktë, shumica nga ju këtë moment më tregojnë që unë kam një ëngjëll përpara. Ky ëngjëll me këto rroba në ngjyrën vjollc apo në ngjyrën e manushaqes po fluturon mbi kokën time dhe po më tregon që njerëzit që janë poshtë, që janë familje, njerëz të dashur, simbolizon thirrjen nga ëngjëjt për të lënë pas njerëzit që nuk të kanë shërbyer më, njerëzit që nuk të kanë dhënë më dashurinë e merituar, dhe të rikthehesh tek rruga jote e re, duke lënë barrët e vjetra dhe duke vazhduar të ecësh përpara. Mesazhi i kësaj letre në shkrimin që thot tregon: ti duhet të lësh gjërat e vjetra mbrapa, duhet të jesh i qartë në jetën tënde dhe të ecësh me zemër përpara. Duhet të bësh atë që ti do më shumë, por mbi të gjitha, duhet të lirosh zemrën tënde, sepse ajo është më e rëndësishme. Ktu shikoj që ke dhëmsuri, por duhet ta kompensosh këtë dashuri zemra ime, sepse kjo e kaluara po të dëmton ty, po të dëmton të mos e festosh kaq shumë me shpirtin tënd, lirin. Vazhdojmë ke letra e dytë që më tregon imperiorin. Imperiori më tregon autoritet, më tregon kontroll, por këtu më tregon që ti duhet të ndryshosh drejtim. Dhe kjo ka të bëjë me lidhjen, me të shkuarën akoma, me qartësinë që ti kërkon. Kjo shpeshherë tregon që ti ke një rilindje emocionale të re dhe ky Shën Valentin po të jep ty të fillosh diçka të re. Diçka që të zgjohesh për dashurinë e vërtet. Shumica nga ju në jetën tuaj nuk e keni gëzuar ndonjëherë dashurinë e vërtet, ose nuk e keni njohur, ose nuk e keni prekur asnjëherë dashurinë e vërtet. Dëgjoni zërin e brendshëm tuaj. Kjo është një këshill, mos i frikso nga ndryshimet. Okej? Dhe bëj thirrje vetes tënde që un po lë të shkuarën dhe dua diçka më të lumtur për veten, sepse letra e imperiorit është një person autoritar, ka struktura të forta, ka kontroll në jetën e vet dhe një stabilitet. Dhe mos harrojmë që avash po futemi dhe në shenjën e dashit. Dhe kjo na tregon një fuqi personale. Letra e fuqisë. Mund të jetë babai juaj, mund të jetë një figurë maskullore e fortë, por kjo energji ty të rëmben dhe të bën me përgjegjësi më të forta. Në këtë letër shikojmë një mashkull që ka hapur krahët, një ëngjëll që është i ulur në fron dhe na tregon që
unë sundoj botën, i veshur me forcë dhe me element hyjnor. Tregon heshtjen tënde të balancuar. Mesazhi i kësaj letre është: ec me logjik dhe prano rolin e liderit. Këshilla ime, krijo plane të reja. Nëse je në pritje të dikujt ose të diçkaje, mos prit. Merr iniciativa dhe mos prit për iniciativat e të tjerëve. Stabiliteti vjen nga disiplina që ke ti, sepse ky është një person autoritar dhe ka vetë respekt për veten. Vem te letra e tretë, shikojmë se kush është. Faqja e shkopinjve. Uroj të kemi kohë që ta flasim. Kuptimi është një letër entuziast, optimist, është një person që ka kreativitet, fillime të reja, aventura të reja. Me këtë hënë të re që po futemi, shikoj që kemi lajme të mira dhe një energji më të re, një energji si puna ati fëmijës që fillon të ecëm për herë të parë në jetë me këmbë, ose kur i dela i dhëmbi për herë të parë në gojë, ka pasione, do me thënë që unë vërtet po e thapa të rinë në jetë, por kam shumë për të mësuar në këtë jetë. Dhe këtu shikoj që në këtë letër më tregon një mashkull me flok të kuq, më tregon me shkopin në dorë që digje si pishtari, më tregon një draguan mbrapa. Kjo është simboli fuqisë, simboli magjisë shpirtërore. Një pejsazh shumë të bukur me një pemë mbrapa, po mbrapa ka dhe diellin, ka dhe hënën. Dhe këto tregon që jeta juaj ka eksitime të ndryshme, por gjithashtu e ardhmja e kësaj letre është energjia që po vjen në jetën tënde. Një lajm, një mesazh, një takim dashurie dhe një mbase është një person entuziast në jetën tuaj që do të rifilloj të ndezë zjarin e shpirtit tuaj. Është një energji që thot, unë po ndez të gjitha pasionet e tua, por ndiq atë që ty të bën të ndihesh i gjallë. Këshilla ime, mos u mërzit, merre shtruar. Çdo gjë që fillon nga një bisedë, por provo ti përfundosh gjërat me intuit. Kjo letër të tregon që shko në fund të pasionit tënd, por mos mbaj frikë. Si të bashkojmë të gjitha këto letrat me Shën Valentinin? Liro të shkuarën tënde. Liro të shkuarën tënde. Merr qartësi në mendimet e tua. Imperiori thot, merr kontrollin e jetës tënde që të vijë suksesi dhe aty duhet të vendosësh kufij të shëndetshëm në jetën tënde. Por gjithashtu, Page of Wands hapet një kapitull i ri në jetën tuaj plot pasion. Kreativiteti dhe mundësitë janë shumë emocionuese, por si ta rilindësh këtë emocion, duhet të jesh me efort, të organizosh jetën tënde dhe të largosh energjitë e vjetra. Fuqizo me energji të reja. Ky Shën Valentin është një mesazh shumë i fortë për shumicën nga ju. Për ju që jeni single, për ju që jeni në pritje të dikujt. Letrat po të tregojnë fort, një mesazh që të thot, jo me iluzione, jo me pritje, por vazhdo të ecësh përpara se diçka e reale po të vjen në jetë. Ti tani, më falni, ju tani nuk e di se çfarë doni të shikoni më shumë, por dua t'u them vetëm një gjë që kjo energji që më tregon këtu, më tregon keqardhje, që shumica nga ju për këtë Shën Valentin mund të jetë një lirim shpirtrash, mund të jetë një falje ndaj vetes tënde që ke pranuar njerëz që të kanë lënduar. Por nëse ti kërkon të bësh një ritual fare të vogël apo një manifestim fare të vogël, merr një letër në ngjyrën rozë ose të bardhë, një stilolaps dhe një qiri të ngjyrë rozë ose të kuq. Ndize dhe shkruaj çfarë dëshiron në atë letër. Dëshira duhet ishte të kishte pak krip të detit. Ndizi qirin, merr frymthell 3 herë dhe thuaj, unë hap zemrën time për falje dhe dashuri të vërtet. Shkruaj në atë letër që unë fal gjithkënd që më ka lënduar dhe lexoje me zë të lartë. Unë fal të shkuarën me dëmsuri, unë fal veten plotësisht, unë i fal emrin e personit tuaj dhe ata që të kanë dëmtuar. Të uroj Shën Valentin të mbar.